Situata me zjarret në vend vijon të kërkojë ndërhyrjen e forcave zjarr fikse dhe ushtarake me 7 vatra që mbeten aktive dhe 2 të tjera në monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 24 vatra zjarri, ndërsa në operacione për shuarjen dhe izolimin e tyre janë angazhuar 472 forca dhe 28 automjete zjarr fikse. Ndërhyrja po mbështetet edhe nga forcat e armatosura më efektivet në terren, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Një prej zonave ku vijon puna intensive është mali i Dajtit, ku flakët janë ende aktive në të dy anët e Kreshtës. Pavarësisht terrenit të vështirë, situata raportohet nën kontroll. Për izolimin e vatrës janë angazhuar 50 efektiv të ushtrisë, ndërsa nga ajri po ndërhyet me helikopter. Në Gurlur të Dibrës vijon një prej operacioneve më të mëdha. Hapja e korridoreve në terren ka ndihmuar në ndalimin e avancimit të flakëve drejt zonave të banuara, ndërsa ndërhyrja ajrore po kryhet me 2 avion edhe në qaf Helmas. Operacioni nuk ka përfunduar, zjarri është shuar në krahun e Bulqizës, por një vatër vijon të jetë aktive në drejtim të Selishtës. Ndërhyrjet gjithashtu vijojnë në Brut Shtëmatit dhe Lufaj të Mirditës, ku flakët kanë intensitet të ulët dhe po punohet për izolimin e tyre. Situata mbetet në vëzhgim edhe në fushë laj të Pukës, ku era ka favorizuar për hapjen e flakëve në drejtim të masiveve pyjore të Turbunit dhe Gjeqanit. Në këtë zonë janë angazhuar zjarfikës, efektiv të forcave të armatosura dhe vullnetar, ndërsa operacioni po mbështetet nga ajri me 2 helikopter. Autoritetet vijojnë monitorimin e të gjithë vatrave aktive, ndërsa Ministria e Mbrojtjes bën me dije se aktualisht nuk ka arritur në zonat e banuara nga vatrat kryesore të zjarrit.